Një person është arrestuar të premten mbrëma në fshatin Mazgit të Obiliqit pasi është kapur me armë paleje dhe është prezantuar rrejshëm si person zyrtar. Sipas njoftimit të policisë së Kosovës, rreth orës 18:20 minuta, i dyshuari mashkull kosovar është ndaluar nga një njësi policore derisa po drejtonte një veturë me targa vendore. Gjatë kontrollit, policia i ka gjetur dhe konfiskuar një pistolet me 8 fishek. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar për shkak se derisa kishte qenë duke e drejtuar veturën me targa vendore, ishte ndaluar nga njësitë policor dhe gjatë kontrollit i kanë gjetur dhe konfiskuar një pistolet me 8 cop fishek. I dyshuari ishte prezantuar si person zyrtar, pjesëtar i FSK-s, por është verifikuar dhe ka rezultuar se njëjti nuk është pjesëtar i FSK-s ta policia. Ndërkaq, me urdhër të prokurorit, i dyshuari pas intervistimit është liruar dhe rasti do të trajtohet në procedurë të rregullt, thuhet ndër të tjera në këtë njoftim të policisë. Kush ka hyrë me PDK-n i lagur ka dalë. Kishte shkruar Eman Rahmani, ish deputeti lëvizjes vetëvendosje dhe tashmë kandidat për deputet në listën e Partisë Demokratike të Kosovës. Rahmani, i cili së bashku me Visar Korenicën, kishin krijuar listën Koalicioni për Familjen dhe Gruan në zgjedhje të 9 shkurtit, por nuk kaluan as pragun për të hyrë në kuvend. Sipas rezultateve zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Koalicioni për Familjen mori rreth 2.13% të votave në total në zgjedhjet të 9 shkurtit të vitit 2025. Por në këto zgjedhje të jashtëzakonshme, deputetët që krijuan këtë listë kanë vendosur të mos rrezikojnë dhe kanë zyrtarizuar bashkimin e tyre në koalicion parazgjedhor me Partinë Demokratike të Kosovës. Eman Rahmani tashmë ka hyrë në top 10 e listës së Partisë Demokratike të Kosovës për karrigën e deputetit, ndërsa prapa nuk e ka lënë as Visar Korenicën, i cili është po ashtu në këtë listë. Analistët politik thonë se këta turistë shkaktojnë zhgënjim të qytetarët, si dhe nëse kanë pretenduar se kanë ruajtur vlera, atëherë do të duhet t'i ruanin ato. Ruajtja e vlerave dhe jo pjesë e listave për nevoja personale. Analisti Adnan Çaka thotë se skena politike në Kosovë po shndërrohet në një treg interesash. Në një prononcim për gazetën Bota Sot, Çaka rastin e Rahmanit dhe Korenicës se konsideron të tillë që është për kalkulime të ngushta. Sipas tij, lëvizja e tillë pa shpjegim të argumentuar vetëm rrisin ndjenjën e zhgënjimit të qytetarët. Skena politike në Kosovë fatkeqësisht po shndërrohet në një treg interesash, ku lëvizjet e deputetëve nga një subjekt në tjetrin bëhen më shumë për arsye personale se sa mbi parime politike. Idealisht, kalimet partijake janë normale në demokraci, por ato duhet të bazohen në bindje, jo në kalkulime të ngushta. Rasti ish deputetëve të vetëvendosjes Eman Rahmani dhe Visar Korenica, të cilët tani gjenden në listën e PDK-s, është shembull domethënës së këtij fenomeni. Gjatë kohës sa ishin në vetëvendosje, ata kishin qenë ndër kritiket më të ashpër të PDK-s, duke akuzuar për dëme ndaj shtetit, korrupsionit, humbje të territoreve dhe ndikim serb në vend. Madje në vitin 2019, vetë Eman Rahmani kishte deklaruar publikisht kush ka hyrë me PDK-n i lagur ka dalë. Sot, ai vetë bëhet pjesë e kësaj liste, pa një arsyetim të qartë e bindës para qytetarëve. Fenomeni ngjashëm është edhe rasti i Abdullah Klinakut, i cili në zgjedhjet e fundit ishte në koalicion me AK-n, duke pasur në fokus kundërshtimin e kodit civil. Tani ai bashkohet listes së vetëvendosjes, pikërisht partisë që e kishte kundërshtuar ashpër në këtë çështje. Lëvizje të tilla pa shpjegim të argumentuar vetëm e rrisin ndjenjën e zhgënjimit të qytetarët. Duhet pranuar se PDK, AK dhe LDK-ja kanë kontribuar në shtet ndërtim, por gjithashtu kanë pasur përgjegjësi të mëdha në dobësimin ekonomik, korrupsionin, humbjet e besimit publik e madje edhe në rritjen e ndikimit serb, deklaron ndër të tjera Çaka.